ka një dallim shumë të madh midis të qenit dembel modern dhe të qenit i fokusuar. Kategoria e parë, preta të kohën e duhur apo atë fatin TV. Kurse, kategoria e dytë e krijon fatin. Dembelizmi modern i sheh pengesat si male të larta ku ka vetëm gur. Kurse, të fokusuarit, këto pengesa i shohin si shkallë ngjitjeje. Dembelizmi modern e përdor teknologjinë si argëtim pasiv, kurse të fokusuarit e përdorin si mjet për të fituar. Dembelizmi modern e shikon dështimin si një arsye për t'u dorëzu, kurse të fokusuarit e përdorin si nxitje për t'u përmirësuar.